Kryesisht dita e zgjedhjeve sot kalon e qetë, jo me shumë probleme, jo me ndonjë shqetësim më të madh ose paregullsi nga të cilat i kemi pa shumë më herët më parë. Kryesisht problemet ose paregullësit janë me aparatet për gjurmë të gishtave ose fingerprint aparatet. Më së shumti janë raste të regjistruara në Shkup dhe Kërçov, gjithsej 18 votues, do të thotë këto numra janë nga vëzhguesit ton, nga raportimet e vëzhguesve ton. Ka një rast interesant kur para një qendre të votimit në Shkup, 2 persona, aktivist partijak, kanë qëndruar para qendrës së votimit, do të thotë para klasës, u kanë marrë letërnjoftimet e votuesve dhe i kanë regjistruar në celularin e tyre dhe më pas i kanë lënë të votojnë. Pasi që e kanë vërejtur vëzhguesin e organizatës tonë të civilit aty, e kanë ndërprer aktivitetin e tyre me ndalim të votuesve. Në qendër, në një vendvotimet nuk i tregojmë për shkak se duam t'i mbrojmë vëzhguesit e civilit se ku gjenden, do thotë prandaj është kjo për shkak të sigurisë. Në qendër një qytetare ka fotografuar flet votimin dhe ka folur në telefon gjatë votimit. Kryetarja e komisionit zgjedhor e ka thirrë policinë, me që raste ka grisur fletën e votimit dhe është konstatuar se vota e saj është e pavlefshme. Si që shifni, këto janë paregullësi të imta, mirë po këto i kemi dhe këto do t'i paraqesim para publikut. Është fat i madh që deri tani nuk ka ndonjë paregullësi më të madhe. Një raport tjetër thotë se edhe kjo është raport interesant, në Koçan dhe në Shkup ka raste të transportit të organizuar të votuesve. Në një vend votim në Shkup kanë votuar një grup prej gjithsej 40 qytetarëve dhe më pas të gjithë kanë shkuar në shtabin zgjedhor të një partije politike të caktuar. Në vend votimin 2766 në shkollën fillore Krume Kjepeski në Kiselavod ka pasur problem me aparatin e gjurmëve, do të thotë edhe në aerodrom. Dhe për këtë shkak hapja e vend votimeve është vonuar për 20 minuta. Dhe pas kësaj votimi është zhvilluar normalisht. T'ju informojmë se çdo kund ku është vonuar fillimi i votimit në ato vende ku është vonuar, për aq sa është vonuar, për aq do të prolongohet, do të vazhdohet votimi në orët e mbrëmjes pas orës 17. Nëse ka qenë 20 minuta, për 20, nëse ka qenë për 1 orë e më tepër ose siç vijon. Kemi një raport tjetër në një vend votim në Kiselavod, antar të bordit zgjedhor i lexojnë emrat e votuesve, që është shkelje e privatësisë së votës. Dhe kjo hyn në paregullsi. Ka edhe raporte të vëzhguesve partijak të cilët i regjistrojnë emrat e votuesve. Edhe një raport interesant, në probishtip në një vend votim, presidenti i komisionit zgjedhor vazhdimisht është larguar nga qendra e votimit dhe u ka dhënë sugjerime të moshuarve jashtë qendrës së votimit se ku të votojnë, duke i thënë ju e dini se për cilin do votoni. Për këtë konferencë ose konferencë për shtyp, ne kemi kaq për të raportuar para publikut, me siguri që në raportet tona të fundit do t'jenë informatat më të gjera, më të hollësishme,